Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. Sot Vibe-in do ta nisim ndryshe nga çdo herë tjetër. Do ta nisim me aktualitetin. Shqipëria po digjet nga flakët në të gjithë vendet. Për këtë kemi të ftuar inxhinierin e mjedisit Abdullah Diku. Inxhinierin e pyjeve, në fakt. E pyjeve. Përshëndetje zoti Abdullah dhe faleminderit që erdhët. Faleminderit për ftesën. Atëherë unë siç e thash më përpara, Shqipëria po digjet, duke filluar nga Lura e deri në të gjithë rrethinat e Tiranës. Si e komenton ju të gjithë këtë situatë? Për fatin e keq është e njëjta situatë që ne kemi përjetuar prej vitesh tashmë. Pra, gazetarët bëjnë të njëjtët pyetje, ne të njëjtët përgjigje dhe zjarret po digin një lloj. Do të thotë që prej vitesh nuk po mësojmë nga tragjeditë apo fatkeqësitë natyrore, nuk po përgatitemi mirë dhe në kohën e duhur, nuk kemi pajisjet logjistike, kemi shkputur trupën e specialistët pyje nga terreni ato pak specialistë që janë. Nga ana tjetër, kjo është bashkëshoqëruar me mungesën e menaxhimit pyjeve dhe mungesën e njerëzve, komunitete rurale prezente në fshatra dhe akoma më pak prezente në aksionet për menaxhimin apo fikjen e zjarreve. Kjo ka çuar një situatë tillë e cila për çdo vit përsëritet thuajse një lloj, duke qenë se masat parandaluese pari janë inekzistente dhe më tej masat ndërgjegjësuese, masat për menaxhimin e pyjeve, veçanërisht për krijimin e këtyre strukturave për mbrojtjen nga zjarri nuk ekzistojnë. Pse dështojnë institucionet tona dhe ne vazhdojmë të luftojmë flakët në mënyrë primitive? Dështojnë sepse s'pari mendoj se kjo gjë nuk merret seriozisht nga institucionet, pra ne kujtohemi për zjarret kur ato bien, ne kujtohemi për përmbytjet kur ato ndodhin, ne kujtohemi për fatkeqësitë natyrore, tërmet e tjerë ditën që ato ndodhin. Pra sa kohë që ne nuk e vlerësojmë seriozisht këtë situatë, nuk investojmë në burime njerëzore, burime teknike, inteligjencë artificiale, në masa parandaluese, pastaj vihemi përballë faktit kryer, edhe ose përmbytemi nga ujindimër, ose digjemi nga zjarri i verës, pra jemi mes dy fatkeqësive natyrore dhe kur vepron me aksion në mënyrë të pakoordinuar dhe në situata emergjencë si këto që jemi, patjetër që do ketë dështime, do ketë dëme masive, jo vetëm ekologjike, por ekonomike, do të ketë dëme në prona, kështu më radhë, pra një zinxhir, si thuaç, negativ të efekteve apo dëme që shkaktohen për shkak të neglizhencave, apo për shkak të masave parandaluese që ne duhet marrim. Flakët këtë muaj rrezikuan seriozisht zona banimi si Prisk dhe Lundër shumë afër kryeqytetit, apo i kthejmë ndërtimet pa kriter pranë pyjeve zjarret në një rrezik direkt për qytetet tona? Nuk mund të thuhet direkt, por ka një farë tendence, ka patur historikisht të vitet e fundit një farë tendence që terrenet pyjore apo terrenet kullosore të digjen me qëllim ndryshimin e destinacionit përdorimit tyre. Pra kanë qenë pyll fillimisht në zërin kadastral apo kullot, apo zonë me shkurrë dhe njerëzit kanë menduar që duke e djegur mund ta tjetërsojnë këtë dhe fare lehtë mund të ndërtojnë. Në fakt, bazuar në ligjinëri që ne kemi për pyjet e vitit 2020, kjo gjë është sfumuar si të thuar, sepse një sipërfaqe pyjore që digjet sot dhe vitin tjetër është zonë e shkrumbuar, nuk mund të ndërtosh menjëherë në të pa pritur të paktën 20 vjet. Do të thotë i jepet kohë mjaftueshme natyrës në shumicën e territorit vendit për të rigjeneruar veten dhe nëse pas 20 vitesh kjo gjë nuk ndodh, pra nuk kemi rigjenerim natyror të pyjeve, atëherë mundet të mendohet për ndërtime. Për fatin e mirë në këtë drejtim nuk është se kemi shumë shqiptarë larg pamës, si thosh, që ta djegin sot për të menduar pas 20 vitesh, kështu që kjo ka qenë një mënyrë për të dekurajuar lidhjen e drejtë për drejtë të zjarreve me procesin e ndërtimeve. Kjo mund të lidhet pastaj në mënyrë periferike, si thua, me dekorimin e komuniteteve rurale, pra duke u djegur pyllën që ata mos kenë mundësi për burime natyrore siç janë druri, bimët mjekësore, gjethi, baza e ushqimit për blegtorin, por është e vështirë të provohet sa kohë që zjarret të tilla si ky në Fark, për shembull, apo në periferitë të Tiranës, ka në gjithë territorin e vendit dhe nuk është se është një aksion i koordinuar për këtë qëllim specifikisht për ndërtimet.
Ju si inxhinier pyesh insistoni gjithmonë që parandalimet e zjarreve bëhen në dimër dhe jo kur ndizet zjarri. Pra, masat parandaluese në gjithë botën ka një protokoll standard, si të thuash, se çfarë duhet ndërmarrë, përfshirë ndërgjegjësimin e komuniteteve. Ju besoj ndiqni mediat publike apo mediat online, aq sa ndiqni, televizione apo radio private, dhe për fatin e keq, ndoshta një mitë në tyre mund të gjesh një fushat publicitare, si të thuash, ku i bëhet thirrje komunitete, bizneseve, vizitorëve që të bëjnë kujdes dhe të mbrojnë pyjet nga zjarri. Në të shumicën e tyre nuk ekziston kjo gjë dhe kjo duhet vijë nga struktura qendrore, pra nga Ministria e Bujqësisë, duhet vijë nga Ministria e Mjedisit, si detyrim, si të thuash, ku çdo lloj medie që ekziston apo portal që ekziston në Shqipëri të ketë një hapësirë të kufizuar për ndërgjegjësimin publik, në mënyrë që zjarret mos jenë prezente. Por parandalimi nuk është vetëm fushata të tilla, si të thuash, të komunikimit me publikun dhe të ndërgjegjësimit, janë edhe masa shumë thjeshta, janë ato brezat mbrojtës ndaj zjarreve që bëhen në pyje, janë pastrimi i shtigjeve të kalimit për blegtorinë, për vizitorët, në mënyrë që zjarrfiksit në rast se shfaqet zjarri të kenë mundësi aksesi në këto sipërfaqe pyjore, janë pajisje me hidrant apo me depozita ujit përshtatshme për të vendosur në pika kyçe ku problemi i zjarreve është më i madh dhe mundësia për të patur këto burime është më vogël. Duhet kemi hartat integruar që integrojnë disa faktorë, pra kundrejtimin, pjersinë e shpatit, përbërjen e bimësisë, përbërjen e lëndës organike apo të karburantit në tokë, afërsinë me qendret e banuara, zonat me ndjeshmëri të lartë mjedisore, pra duhen disa kombinime faktorësh ku të di çdo territor, çdo bashki apo çdo zonë e mbrojtur se cilat janë zonat më të rëndësishme që në rast zjarresh duhen mbrojtur të parat. Kështu që sa kohë ne nuk investojmë në masa parandaluese, të cilat në rastin më të keq, po themun, nuk kushtojnë më shumë se sa 1% e atij dëmi që ato shkaktojnë kur ndodhin. Në rastin më të mirë kushtojnë ndoshta 1/100 e këtij dëmi kur ndodhin. Atëherë ne merremi me pasojat. Sa kohë që ti merresh me pasojat, si në rastin e përmbytjeve, ashtu edhe në rastin e zjarreve, kostot financiare janë jashtëzakonisht të mëdha, pra 100 apo 1000 herë më të mëdha, kostot ekologjike janë shumë më të mëdha, kostot ekonomike siç thash po ashtu, dhe për fatin e keq pastaj kostot edhe në dëmën, në njerëz, në prona, në asete të ndryshme është akoma dhe më i madh. Një aspekt që ne nuk e kemi vlerësuar në këtë drejtim kurrë, për fatin e keq, ndryshe nga bota, është edhe ky shërbimi që ofron pyjet në ekosistem. Sfundmi ju dini që është djegur mali i krujës, një zonë me terren shumë pjert, terren pothuajse shkëmbor, ku ai vegjetacion aty që është djegur janë dashur dekada apo qindra vite për të qenë prezent në atë zonë. Vegjetacioni pyjor aty ka mbajtur, si thosh, në ekuilibër ato gurët natyror të shkëputur që të mos lëvizin, mos bien poshtë. Për fatin e keq tani pas zjarreve, menjëherë apo dhe me shirat e parë, akoma më shumë në rastin e ngritësve, do vihet re rënje masive gurë që do rrezikojnë gjithçka që është aty, pra prona, banor, kalimtar, vizitor, infrastrukturë, gjithçka tjetër. Kështu që duke mos e patur këtë vlerësim real për pyllin, përtej oksigjenit përditshëm apo të çdo sekundi që ne thithim, duke neglizhuar këto role, si të thuash, të pyllit në ekosistem dhe që njeriu përfiton drejt për drejt, i kemi vënë kazmën asaj shtëpisë tonë përbashkët. Pra ne kujdesemi për apartamentin apo për shtëpinë individuale, ndërkohë që shtëpia jonë e përbashkët është natyrë, është pylli, është mjedisi. Sot menaxhimi i pyjeve u është deleguar bashkiva, por ato shpesh nuk kanë as mjete dhe as buxhet. Kjo vjen vertikalisht, pra sa kohë që qeveria qendrore nuk pati interes për pyjet, e delegoi këtë, si të thuash, të detyrë tek bashkitë, të cilat kanë shumë më pak buxhet, kanë shumë më pak dëshirë, kanë shumë më pak angazhim, pra nëse shkon në një bashki, puna e pyjeve është e fundit, me të cilat ata duhet merren, mjedisi po ashtu, zonat e mbrojtura futen në të njëjtën kategori, dhe kjo është edhe ajo situata që ne kemi aktualisht me mbetjet.
pra nga ana e mjedisit me dëmtim në zonat mbrojtura dhe në fund atë për cilin po flasim me mos menaxhimin, fakt se nuk quhet dhe keq menaxhim, po mos menaxhimin real pyjeve. Buxhetet e dedikuara për pyjet janë minimale. Në rastin më të mirë mbulohet paga e stafit, por siç thash më parë, edhe stafi nuk është profesional, vetëm 25% e të punësorëve në sektorin pyjor janë specialistë pyjësh, pjesa tjetër 75% janë rrogmarrës dhe praktikisht nuk kanë se çfarë të ofrojnë. Logjistika është shumë e vogël dhe nuk ka pothuajse asnjë masë menaxhuese. Pra asnjë bashki nuk kemi parë një kronik të vetme në periudhën e dimrit, që thonë që ne po ndërtojmë, po hapim këtë brez për mbrojtje kundër zjarrit. Nuk po thonë që ne po pastrojmë këtë shtek, nuk po thonë që ne po bëjmë pastrimin e këtij pylli, po bëjmë një djegje të kontrolluar të biomasës në mënyrë që biomasës në mënyrë që në verë rreziku i zjarrit jetë minimal. Po bëjmë një punim për të pastruar pyjet, pra nuk ka tillë. Dhe sa kohë që ne nuk i menaxhojmë pyjet, tashmë kemi krijuar struktura pyjore duke filluar që nga shkurrët deri tek durët e rritur që ato degët janë në nivel me tokën pothuajse dhe në rastin e shfaqjes një zjarri menjëherë kalon nga sipërfaqja e tokës, kalon në kurorët e drurëve dhe kjo bën pastaj praktikisht shumë të vështirë menaxhimin e zjarreve. Pra duke mos i menaxhuar pyjet, pothuajse në totalin e tyre ne jemi në këtë ditë që jemi. Shteti bën bilanc vetëm për shtëpitë e shpëtuara, duke anashkaluar dëmtimin mjedisor që shkakton. Kjo është një mënyrë, si thua, diplomatike për t'i mbushur mendjen vetes se jemi kujdesur duke mos humbur jetë njerëzish, po edhe një familje të cilët i shkatërrohet prona, shtëpia, edhe një komunitet të cilët i shkatërrohet prona përbashkët, siç është pylla apo kullota përmes zjarrit, nuk ka kursesi si të jetë i lumtur dhe në një farë mënyre shteti mundohet bëj ato bilancet që e nxjerrin atë në pa, duke treguar sikur ka bërë një punë, por fakti që sipërfaqja e djegur është masive, vitin e kaluar kishim gati 60.000 hektar dhe si vjet shpresojmë shumë që kjo sipërfaqe e djegur të mos kalojë përtej kësaj që është aktualisht, atëherë nuk kemi bërë asgjë. Shteti fshihet pas shifrave, mundohet manipulojë me statistikat dhe sa kohë që ne fshehim të vërtetën, nuk përballemi me të vërtetën, do shtyjmë duke gënjur veten, në një mënyrë e cila nuk përshfaq realisht atë dëm jo vetëm ekologjik, po ekonomik edhe në ekosisteme dhe pastaj ky është një problem i madh. Do shohim vazhdimisht investimet që duhet bën malin e Krujës, siç e përmenda më parë, për të ndaluar rënien e gurëve, po kjo është pothuajse në gjithë territorin e vendit, pastaj sepse territori ynë është tërësisht malor. Kemi dhe Lurën. Sa kushton realisht shkrumbrimi i një parku si ai i Lurës dhe sa vite i duhen për rigjenerim? Spari, djegja e Lurës është djegja e diamantit kurorës natyrës në Shqipëri. Lura ka qenë krenari kombëtare, jo vetëm prej emrit bukur, jo vetëm prej liçeneve akullnajor, por spari prej pyjeve shekullore që kanë qenë atje ndër më të bukurat në Europë. Për fatin e keq që është u bën disa herë që ridigjet dhe kjo e pamundson, sa herë digjet e pamundson akoma më shumë mundësinë për të rigjeneruar në mënyrë natyrore. Pra, nëse vitin e kaluar pam disa shenja të vogla tek tuk në ishuj të vegjël që bimësia pyjore po rikthehej, këtë vit ajo bimësi është shkrumbuar dhe bashkë me të shkrumbuan dhe ato pak drunër që kanë ngelur të shpërndarë nëpër park që mund të hedhin farë në mënyrë që parku të rigjenerohet. Sa kushton në vlerë financiare? Për mua nuk ka, edhe buxheti i gjithë botës po të ishte nuk e zëvendëson dot Lurën e djegur. Nuk e zëvendëson sepse në një farë mënyre ka djegur përfundimisht atë krenarinë që ne kemi patur për një zonë të tillë e cila është përmendur për mirë më shumë se sa një shekull më parë, një zonë e cila ka qenë emblem, krenari vetëm e banorëve të Lurës apo të Dibrës, po gjithë Shqipërisë, që zona padyshim zona më e bukur dhe sado shumë lek të kesh për të investuar që nuk do të jenë kurrë, nuk e zëvendëson dot, nuk e çbëjnë dot atë që është bërë në Lurë. Kostot e jashtëzakonisht mëdha, Shqipëria është vendi me kostën më të lartë të pyllëzimeve. Nëse nisim e pyllëzojmë sot, Lurës do t'i duhen paktin 150-200 vite të ribëhet ashtu siç ka qenë. Kuptohet nëse nuk bien më zjarre, kuptohet nëse
investohen qindra milion euro vetëm për lurën për ta rikthyer aty ku ishte, gjë që për një buxhet si joni që s'ka marrë ndonjëherë në konsiderat seriozisht as punën e pyje as mjedisit, nuk besoj se do të ndodhë ndonjëherë. Pothuajse të gjitha zjarret e këtij muaji dyshohet se kanë qenë të qëllimshme, por ndëshkimet ligjore mungojnë. Shiko, në vitin 2023 ne kemi propozuar një ligj për ndalimin e djegjes tokave bujqësore. Pra ka qenë një praktikë goxha e përhapur, ku fermerët pasi korrnin ngrurin për shembull, e digjnin tokën për ta liruar për punimin e radhës. Kemi punuar shumë, bërë lobim të fuqishëm që ky ligj miratohet në parlament, sepse jo vetëm për shkak se i jepte një pamje të keqe në vendit, pra vizitorët shumë që vinin e përballshin me situata të tilla dramatike, zjarre nga të katër anët, madje edhe në rrugëve automobilistike, por nga ana tjetër është edhe një dëm i madh ekonomik për fermerët. Ne kemi llogaritur që një fermer që djeg 1 hektar tokë humbet rreth 1550 euro, çmimi i plerave kimike që ky duhet hedhin tokë për të kompensuar lëndët ushqyese që digjen bashkë me zjarrin. Por më shumë sepse një pjesë e madhe e zjarreve që vinin kalojnë në pyje dhe kullota vinin pikërisht nga djegja e tokave bujqësore. Pra edhe në rastin e Krujës, me sa jam ndjeni unë, por edhe disa raste zjarresh që kemi patur këtë vit në Mallakastër, në mos gaboj, zjarri ka nisur nga djegja e degëve të ullinit apo mbeturinave bujqësore në territoret e private të fermerëve. Dhe pastaj ka kaluar në sipërfaqe më gjerë duke djegur pemtore dhe më pas pyje. Sa kohë që vetë shteti nuk arrin të menaxhojë një krim minimal tillë mjedisor, sepse zjarri duket gjithkund, pra çdo punonjës administrate, policie, çdo rrogmarrës e sheh lehtësisht tymin dhe është i evidentueshëm pra ku ndodh si krim. Zjarret në pyje është shumë e vështirë për t'i zbuluar pastaj, pasi duhet kombinimi i hetimeve terrenit me teknologjinë, e informacionit, komunikimet, telefonia celulare, një kombinim shumë i madh elementesh për të arritur në përfundime të sakta. Duke qenë se janë krime relativisht vështira dhe duke qenë se vëmendja nuk është përqendruar specifikisht tek këto lloj krimesh, deri tani për fatin e keq zjarrvënësit ja kanë hedhur, janë arrestuar shumë njerëz, por përfunduar me dënime reale në gjyq, numri është ndoshta 1 për 200 apo edhe më pak, pra në 200 raste mund të jetë dënuar një person, ndërkohë që shumica tjetër për mungesë provash është liruar. Kështu që kjo shkon pak a shumë paralelisht me këtë nivelin e dëshkueshmërisë së krimeve mjedisore që kemi në Shqipëri. Pra sa persona janë dënuar për hedhje mbeturinash në vende pa autorizuara, sa persona janë dënuar për prerje pyr, sa persona janë dënuar për derdhje të vajrave apo të produktet pa lejuara në burime ujore apo në vendet pa përshtatshme, është pothuajse minimal. Kështu që ndëshkueshmëria në këtë drejtim shkon, si thua, paralelisht me atë rëndësi që e dhënë mjedisit edhe në rastin specifik edhe të pyjeve. Cilat janë 3 masat urgjente që duhen marrë menjëherë që gushti i ardhshëm të mos na gjejë në të njëjtin kolaps? Ajo që tham në fillim që parandalimi është mënyra më e efektshme jo vetëm nga ana ekonomike, por edhe nga ana ekologjike. Pra parandalimi kur themi që tek fushatat sensibilizuese dhe këto që përsërit që tham pak më parë, pra breza, mbrojtjes kundër zjarrit, pajisje me hidrant, ka pajisje shumë të thjeshta që mbajnë ujë, depozita ujë 2 deri në 5 tonë që mund vendosen në zona të caktuara. Dhe gjë e më rëndësishme është trup pyjore apo staf pyjor profesional në çdo zonë pyjore, siç ka qenë para vitit 2014 kur u vendos që pyjet menaxhohen nga bashkitë. Pra duhet një administratë profesionale pyjore, e cili lidhet me terrenin, lidhet me komunitetin banor, në mënyrë që koha e ndërhyrjes në rastin e shfaqjes së zjarrit, mundshme të shfaqjes së zjarrit, të jetë sa më minimale. Sa kohë që do kemi punojnës nga zyra, pastaj mungesa e teknologjisë kapjes zjarre në kohë e bën shumë të pa efektshëm ndërhyrjen. Do të kombinojmë shumë këto teknologjinë që ekziston tashmë, pajmet satelitore, dron, këto hartat e rreziqeve, zonat kryesore të rreziqeve apo planet e ndërhyrjes. Dhe e treta është logjistika. Sa kohë që shohim zjarr fiks të keq paguar me pajisje minimale,
të pajisje minimale personale për mbrojtjen nga zjarri, me automjete, flotë zjarfikësh të vjetra, mungesë hidrantësh në zona kyçe, kjo situatë do vazhdoj të përsëritet një lloj dhe ne do vazhdojmë të qajmë djegën e pasurisë natyrore të Shqipërisë. Zoti Abdullat, falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Unë falenderoj juve. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.